përmend, domethënë për Enver Hoxhën që në emër të feminizmit, po mënoj të barazisë gjinore, gruas në muajin e 7 zanis, ja ka dhënë kulicën për me bajt malter e burrit fshisën e rrymës. Domethënë kjo është diçka ndoshta në mënyrë figurative, mundet edhe mos me qenë e vërtet, po në anën tjetër, kjo është realisht diçka barazi gjinore. Po dojmë me pas barazi, atëherë ta provojmë vetën se deri ku mundemi me arrit. Gjona po ndodhen në shoqërinë tonë kosovare, këto janë gjona që shihen, që ne po i shohim, që ne po jetojmë, çdo ditë përballemi me to, për shkak se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, edhe i shohim. Femra sikur më parë është e lënduar emocionalisht. Është e lënduar emocionalisht për shkak të kësaj barazisë që e ka bë shoqëria moderne të burrit të gruas. Që ki që të lëndim, që se i rrujmë atërë të mesin qafë. Po, ne i shohim, se Valentinis është aja morëm timingun, ne i shohim, nëse shkojmë edhe i konsultojmë klinikat, dhe më thonë ata që merren në terapi psikologjike, shohim që shumica atyre që kërkojnë terapi psikologjike janë femra.